Mitrovic pak më shumë emra, ha? Okej. Mitrovic 3 emra po përfliten nga vetëvendosje, Faton Peci, i pari, Armend Muja si kryetari i Degës, Agim Bahtiri ish kryetar i komunës Mitrovicës. Ndërkohë që për Bedri Hamzën, që është kandidat, që është kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, është që do të rikandidoj, nuk ka konfirmim, por është përfolur edhe emri Arjan Tahirit, që është nënkryetar i komunës Mitrovicës së Jugut, ndërkohë që Gzim Plakolli nga LDK është konfirmuar. Nuk hen partia me një njeri që se një kërkush Arjan Tahiri me hi edhe me hub gjasat 100% për me hub zgjedhjet. Nuk ka kuptim kryetarin aktual, nuk mund është me njanu me një njeri që se një kërkush. Ajo është projektuar nga PDK-ja për kryeministër. Prandaj po them. Kush? Bedri Hamza. U kryu zgjedhjet. Morë s'është kry qeveria ende se se din. Kush do të bëhet? Kush me kë do bëhet? Do të ketë zgjedhje tjera. A do të ketë zgjedhje? Prandaj po them. Ekzistojnë këto. Po ti e ke të drejtën për Mitrovicë, se ti je Mitrovic Aliu këto. Edhe zoti Hamza, njëjtë si kryetari zoti Hamza nëse s'kish dashur me kandidu prapë për kryetar të Mitrovicës, atëherë s'kish dhënë dorësi pe deputetit, kish në nivel qendror këtu dhe kish. Okej. Kemi këto janë argumente. Vërtet është. Xherar, kush është opsioni vetëvendosjes? Kush është favoriti? Opsioni vetëvendosjes është Armend Muja dhe Faton Peci, po. Të shohim cilë. Kush del më mirë? Sipas ti? Valla Fatoni del më mirë. Fatoni del më mirë. Po. Dhe gara, ti po thua është vetëvendosje. Prokuroria pja fut edhe na ja këtë akuzë në mënyrë që me do pësu Fatoni, se që ashtu është puna. Mi u kapë në kosht, pse ka ble koshtën 8 euro. E më spikopën tash edhe në qësi në i sem diçka pse e ka ble 10 euro, mi janë ngritë edhe një akt akuzë me do pësu. Veç baja shtrajtë një du i kosht 8 euro, i kushtën 50 cent me ble kështu. Po nëjse, po do të prokuroria mi u kapë që shto vetëvendosës, se vetëvendosës i ka dalë zoni që gjatë qeverisë sa ju ka ullë nivelli i korrupcionit në Kosovë dhe nuk pi konvenon prokurorisë e opozitës, e dush tash mi u kapë për kosht pse e ka ble 8 euro. Po si do që tjetë? Vetëvendosje PDK gara do tjetë kësaj radhe. Se këtu ka ditur në Mitrovic kthehet komplet rezultati nga ballotazhi, vota kundër ka qenë. Karakteristike ngjashme me Bedri Hamzën. Edhe Bedri Hamza, njëjtë si kryetari aktual i Prizrenit, është njëri kulturum, njëri butë. M'falni, Mitrovicës njëjtë si Prizrenit, janë njerëz kulturum, shumë njerëz, si të them, civil, njerëz të mirë. Po edhe ky pa gjak, diqysh si me që partia me zërë, hajtë bre shkojani, hajtë të përshkoj. Bedri Hamza, nuk mënesh me thonë për Bedri Hamza, në cili ka pas vazhdimisht me për vitet tona, ka pas pozita, edhe ministrore, edhe u konë drejtori i Bankës Qendrore. Në unë për njerëzë kryesorët Partisë Demokratike. Shala për ty vetëm pak, sash më strukturum, ndërkohë që jemi duke e zgjatër. Shala për ty, kush është favorit Mitrovic? Nëse jemi Bedri Hamza, mendoj që prapë është Bedri Hamza. Shkak se nëse jemi Faton Peci aty që prej këtyne treve nështë ta i shkon ma seriozi prej lëvizjes vetëvendosje në Mitrovic, këto skandalet e fundit jemi sigur se kanë me dëmtu. Këta shko me pas të lashe me drejtsinë, zisa ko me qenë... Mos mund të kthejnë në kontra-efekt këto? Po zisa ko me pas këj kohë tash më marrë me fushat atje, ko me pas pun tash me drejtsinë, se besoj që kam i marrë shumë energji dhe shumë kohë. A zjedhët lokale do të më nejtë në... Ekziston një informacion që Peci ka dalë shumë mirë në sondazhe për Mitrovic. Ka mujtë me dalë para skandale, për ma skandaleve tani të shumë që shpëtare. Kjo do duhet që jetë. Bedri Hamzën e sheh favorit Shala, Halil, ti? Pa dushim Bedria është favorit, nëse dolin të lashe shtesë ti zotnis Faton Peci që tha krenoj, mund tjetë do më sfidu serios. Edhe mund shkojnë ballotazh të dytë. Mund shkojnë ballotazh, interesant. Për ty, Terim? Unë mendoj që kjo treshja e vetëvendosjes, aty i vetmja realja e prishme do të ishte Agim Bahtiri për kandidim, sipas mendimit tim, që ta sfidonte Bedri Hamzën, si figurë edhe nacionale tash si kandidim për kryeministër, përndryshe konsideroj që nuk ekziston matematik strategjike e vetëvendosjes që të dërgohet një person i cili është i treti më i votuar në nivel nacional, ish ministër me kandidu në nivel lokal. Dhe po që Agim Bahtiri e mund Bedri Hamzën?
Po tham që e sfidon seriozisht. Agim Bahtiri ka ditur ta bëjat kthimin e madh. E ka bo një kohë... Po pra, me Avni Kastratin. Pranvera? Gjithashtu mendoj që gara kryesore bëhet në mes Bedri Hamzës, edhe unë mendoj që Agim Bahtiri mundet me sfidu seriozisht, për arsye se edhe ka qenë kryetar komune, edhe ka ditë me bu një këthim të Po i ka humbë zgjedhjet. Po i ka humbë, po mundet me i fitu, nuk dhe me thonë. Kështu që i ka pas 2 mandate, ka njerëz që pikan 4 ren, kështu që po fitojnë përsëri. Po ata po vazhdojnë. Po mirë, po zoti Bahtiri ka punu për Mitrovicën, nuk është që nuk ka punu. Unë personalisht mendoj që ka me fitu përsëri Bedri Hamza, edhe ka mbajt pozicionet nalta, vetëm po lidhna në këtë që e tha Krenari. Shpesh kryetarët e komunave të cilët nuk po janë arrogant, nuk po janë shumë agresiv, nuk po janë ofendues ndaj tjerëve, po merren si pagjak. Unë nuk menoj. Unë menoj që këta janë shumë të shtetrum, jo njerëz profesional, edhe kanë një aur të vetën. Nuk kanë nevojë. Kohën e Donald Trumpit. Po për arsye se pagjak çdo herë. Pse janë pagjak njerëzit nëse janë të edukuar shumë mirë, janë shumë profesional, nuk kanë nevojë ata me ofendime me sfidu kandidatin. E mbaj mend se t'ja jap kur ka fituar për herë të parë Donald Trump, ndërkohë që Agim Bahtiri ishte kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, edhe zoti Hashim tha që ish kryeministri, ish presidenti, e di që në një nga udhëtimet në Bruksel atëherë Trumpi nuk llogaritej favorit, para se të fitonte. I kishte thënë Agim Bahtiri ti je si Trumpi. Pas ka qenë kompliment. Po, pra, Trumpi u bë tjetë presidenti i Amerikës, ndërkohë që unë e kisha një musafir ditën kur e kisha mbajtjen e zgjedhjeve, atëherë me ambasadën amerikane, si zakonisht, blerim e kemi organizuar. Edhe njeriu i parë kur e morën vesh që fiton Donald Trumpi, e ftova Agim Bahtirin si musafir. Edhe mori këtë si një lloj komplimenti edhe për vete dhe natyrisht si një fiton. Okej, Mitrovicën e kaluam. Njerëzit thonë për shembull që kryetari aktual nuk ka punu më mirë se kryetari para prak. Po. Njerëz Mitrovic. Ç'është thonë? Po. Mitrovicën Gjilanin e ka përcyem Prizrenin dhe e ka përcyem Gjakova se Peja, shkoj Pej. Pej, pritet rikthimi i Ali Berishës, ish kryetarit kandidat përsëri për Aleancën për Armërinë e Kosovës. Po thujse. Po, a? Më mendoj që po. Ky ka qenë kryetari i suksesshëm. Gazmend Muhaxheri natyrisht rikandidon. Gazmend Muhaxheri gazin e pyet herën e kaluar kur ishte në lidhje direkte, thashë ai ke planifikuar ende 2054, tha ende qëndroj për 2054. Kryetar deri atëherë. Tavlant Kelmendi pritet të jetë kandidat nga vetëndosja zëvendës ministri. Ndërkohë që tek Partia Demokratike e Kosovës nuk ka një emër. Pas ka dorë, po ndok. Nuk ka ende aktualisht, po mund të ketë një emër, nuk e di, ndoshta ju e keni. Po si ka mirë në Kush është më dugaxhin këtu? Edhe këtu mund të ketë befasi. Pero unë jam dugaxhin në Drenic, kështu si mes jam. Ka dush, sa më ne edhe kënej. Jam periferi dugaxhinit. Po disim, hajde Shala. Mendoj se Gazmendi ka gjasat e mëdha prap, edhe mendoj se prap i fiton zgjedhjet për shkak se është kam Pej të afërm shumë edhe kam shokë miqe. Domethënë është ka bëu punë, ka kry punë shumë Pej. Gazi është person. Mira, nuk konsumon pushteti kur je gjatë. Pa i mundet me të konsum, mundet me të rëzu nëse ka kandidatura tjera ma serioze. Tash Ali Berisha o ka... Pushteti lokal mendoj që nuk konsumon shumë, po t'jap mundësi ma shumë me punu ma shumë. Po nëse punon si Boris Berisha për shembull fush Kosovës. T'japim puls me shkututje, me i qu punë për para. Po daj, Boris Berisha që sa është prej mos lufte është kryetari i fush Kosovës. Para zgjedhjeve lokale është. Po të përpara ndikon. Sikur Bullgari nuk e dojnë fush Kosovë. Së ndrojnë. Po së ndrojnë për shkak se merret me problemet edhe me detajet më të vogla të qytetarëve të... Jo, sa duket ka me ndru tash kandidatin në fush Kosovë. Pe përgatisin tjetër kënd. Apo? Është... Pas ka me unë se